الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kur'anin, librin e Allahut, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, trajtoje si këshillues. Përmes tij shtoj njohuritë e tua për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kur'anin trajtoje si përkujtim, Kur'anin trajtoje si metodologji tjetës, udhëzim. Sepse Kur'ani për gjitha këto ka zbritur. Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar punimin me Kur'an në mënyrë që ne të përfitojmë prej këshillave dhe porosive të tij. Pra Kur'ani është përkujtim kur ty të kaplon shkujdesja. Kur'ani është këshill gjatë provave fatkeqësive. Kur'ani është udhëzim gjatë çasteve, momenteve të lëkundjeve, luhatjeve që të kaplojnë jetën tënde. Kur'ani është shërim për smundjet e tua, smundjet e shpirtërore, smundjet e zemrës, edhe smundjet fizike. Thot Allahu subhanahu wa taala duke e lavdruar Kur'anin, wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. Vërtet se ky Kur'an është për kujtesë për njerëzit e devotshëm, pra për ata që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala, që i kryejnë obligimet dhe largohen prej harameve. Pra kuptimi i ajetit është se Kur'ani i përkujton njerëzit për ato gjëra që ndoshta ato nganjëherë i harrojnë dhe tregojnë të shkujdesur. Kur'ani është argument për ta dhe i forcon ata kur kaplohen nga dyshimet, luhatjet dhe lkundjet. Kur'ani është referencë kur ata kanë mospajtime mes vete. Kur'ani është metodologji i cili trun nga devijimi. Pse? Për shkak se aty e kemi dijen lidhur me Allahun subhanahu wa taala, dijen që flet për Allahun, për cilësitë e tij, emrat e tij, dispozitat, ligjet e tij. Dije e cila na tregon për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, madhështinë e tij subhanahu wa taala. Pra Kur'ani në vetvete është për kujtesë për çdo që dëshiron të marrë mësim prej tij, të përkujtohet përmes tij. Në një ajet tjetër në surën Taha, Allahu thot: "Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Ne nuk ta kemi zbritur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam Kur'anin për ta bërë jetën e mirë e rënd. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Mirë po, vetëm si përkujtim, mirë po për atë që frikohet prej Allahut subhanahu wa taala. Kush janë këta njerëz që i frikohen Allahu subhanahu wa taala? Janë besimtarët që i kryejnë obligimet, largohen prej harameve, e kanë frikë Allahun, janë të përulur ndaj Allahut, pra janë el-muttaqin, njerëzit e devotshëm. Janë tillë që i besojnë ringjalljes, besojnë bindshëm se do të dalin para Allahut subhanahu wa taala dhe do të japin llogari për veprat e tyre. Andaj pikërisht kjo kategori e njerëzve janë ata që më shumë të përfitojnë nga udhëzimet e Kur'anit, për shkak të besimit pa luhatshëm që e kanë atë. Siç thot Allahu në një ajet tjetër, hudan lil muttaqin, se Kur'ani është udhëzim për të devotshmit. Padyshim që është udhëzim për gjithë, mirë po kjo kategori e njerëzve janë që më shumë të përfitojnë nga këshillat dhe përkujtimet e tij. Për këta njerëz, sa herë që lexojnë ndonjë ajet nga Kur'ani apo dëgjojnë ndonjë ajet nga Kur'ani, përkujtohen, ndalin dhe i thrasin mendjes dhe pastaj e zbatojnë në jetët e tyre. Pra nuk lejojnë asesi që tek ta të dëpërtojnë ndonjë shkujdesje apo pakujdesi lidhur me urdhrat dhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë prej tyre. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.